Ishte lumja ngeli pa martuar nga kërkesat e tepërta që kishte lumja dhe avash po vendit e 40-at. Edhe nuk pranonte domethënë martesën, jo kishte shumë ankesa dhe kërkesa gjithashtu. E nejse u detyrua familja, i gjetën një burr lumes me shkusi. Edhe i than, kemi gjetur një burr, tha, po vetëm se ka një problem. Qa problemi? Tha, është me 2 kështu, tha, me 2 hajdare. Po hajta lumja tani, s'ka gjë, tha, se ngela fare. E nejse vende natën e parë të martesës, edhe vete kjo me burin, maron pun mirë e mirë, i thot lumja burit, tha, po atë tjetër ku e keti, tha. Qaj, tha, po atë hajdarin tjetër. Thaj, po ja, tha, gjitoni im, tha, kishte problem serioz me nusën, tha, edhe ishin gati për ndarje dhe mua me erdi keqsa dhe ja dhash, tha. Po ti, tha, mos u mërzit, tha, sot ta marr mbrapa prapun, tha. E mirë, tha lumja. Priti lumja 1 javë, 2 javë, 3 javë, se zinte gjumi lume natën e ande kurioziteti. Edhe i tha, ore, tha, do ta marrësh atë veglën mbrapa? I tha, po ja, se do ta marr, tha, mos u mërzit. Priti prap kjo hiq. Një ditë lumja, e kupton, ishte kështu, u ngrit me kacabuj lumja që pikë sapat. Një të veshur, një të pispilosur lumja, një të krekosur edhe te gjitoni. Dang, 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 dang derës. Hap, del Nazifi. O, lume, i thot Nazifi, si dukesh mirë, që mirë të soli këtej? Mirë, i thot lumja, kam ardhur të marr veglën e burit tim. Ashtu, i thot ky, Mirë, thot ky, hajde sot aja pun. E fut lume brenda ky, edhe pap, e hedh lumen matan ky edhe fillon. Ja ne, si ti donte shefi lumës. Maron pun lumja, ashu, tër nerva, e kupton, ishin ngritur kacabujnë lumës, zot o zot, vjen burri në shtëpi. Sa hyni shkretit e dera. A legeni mutit, tha, erdhe ti, tha, e prure kokën. Qa ke, thaj? Po ti, tha, atë më të madhin i kisha dhënë Nazifit, tha?